Ai kishte abat, arkipeshk edhe i peshk në ambientet kur qarkullonte. Edhe kjo na bën të besojmë se ishte më pranë kishës katolike në atë kohë. Kishte edhe një arsye tjetër, se përse ai ndihej larg kishës ortodokse, sepse në atë kohë kisha ortodokse kishte gjetur gjuhën e marrëveshjes me sultanët Osman, edhe pas rënies Konstantinopoljes, kisha ortodokse në Ballkanin qendror nuk e mbështeste rezistencën anti-osmane. Viti 1458 do të ishte një pikë kthese në karrierën e Skënderbeut. Papa Kaliksti III, mbreti Alfonsi V dhe konti Vrana vdiqën. Në një farë mënyrë Skënderbeu tani kishte mbetur krejt i vetëm pas vdekjes së Kalikstit III, Alfonsit V dhe generalit të tij më të besuar kontit Vrana. Gjithashtu pak vjet më parë në vitin 1456 Janosh Uniadi vdiq në Beograd pas betejës së rrethimit të Beogradit. Uniadi u sëmur gjatë një epidemie. Skënderbeu tani i duhet të rikrijonte aleanca të reja edhe mbështetje të reja. Ai ishte i fundit që kishte mbetur nga brezi i vjetër. Një tjetër pyetje intriguese është pse Skënderbeu e vazhdoi rezistencën nëse, siç na është thënë disa herë, ajo ishte e pashpresë. Perendoria osmane ishte në ngjitje dhe po merrte përpara çdo gjë që gjente. E kush tjetër veç një idiot i vetvrasës do të përpiqej të rezistonte asaj. Dhe njerëzit nuk janë të tillë dhe as pjesa më e madhe e udhëheqësve të mëdhenj. Ai duhet të ketë menduar dhe jo vetëm ai, por mbështetësit e tij, për më tepër, duhet të kenë menduar se ekzistonte një mundësi përfitore. Ata duhet ta kenë besuar deri diku këtë dhe kështu ruajtën identitetin e tyre. Ata duhet të kenë shpresuar në një mënyrë që është më e rëndësishme se veprimet e tyre. Duhet të kenë shpresuar se si do t'ja dilin mban, nëse ekzistonte ndonjë plan për t'ja dalë mban. Ata duhet i kenë drejtuar syt nga perëndimi, përtej Adriatikut. Jo vetëm në Italinë jugore, madje jo vetëm drejt Italisë, por nga i gjithë krishtërimi katolik perëndimor dhe bota europiane, me të cilën Shqipëria kishte pasur gjithmonë një lidhje shumë të ngushtë. Për të përgatitur për shtuin që po afronte, Skënderbeu i duhej të krijonte aleanca të reja. Shumë shpejt, besnikëria e Skënderbeut ndaj mikut të tij, mbretit Alfons, do të vijej para provës. Ferdinandi, djali i jashtëligjshëm i mbretit Alfons, kishte trashëguar mbretërinë e Napolit. Me vdekjen e Alfonsos filluan probleme. Kështu në të gjithë Italinë nuk krijua ideja se tani që ai njeri karizmatik kishte vdekur, i biri nuk ishte në pozitë për ta justifikuar emrin që i laj ati, dhe për këtë kishte arsye të forta. Por Ferdinandit i u dha vetëm jugu i Italisë. Ai nuk trashëgoi Sicilinë, Sardenjën apo territoret spanjolle që u dhan vëllait Alfonsos. Ferdinandi pra ishte në pozitë vështirë, sepse ishte bir i legjitim dhe duhej të justifikonte pretendimin e tij për fronin. Fisnikët e Ferdinandit ngritën krye. Ai dhe Papa Piu II i bën kërkesë për ndihmë Skënderbeut. Ai pranoi, por në fillim i duhej të lidhte paqe me Venedikun. Venediku pranoi dhe i dha fund luftës së padeklaruar 10 vjeçare me Skënderbeun. Pastaj do të negociojë me familjen e fuqishme Duka Gjini në veri të Shqipërisë. Palengjëlli, arqipeshk Viri, shqiptari Durrësit, negocioi paqen. Ai u bë ministër i jashtëm i Skënderbeut, do të tregonte veten faktor me fuqi në shtigjet e rrezikshme të diplomacisë italiane të rilindjes. Pra Palëngjëlli ka qenë një ndër njerëzit më mbreslënës së kohës së tij. Edhe vetëm kohët e fundit, historiografia e ka vlerësuar rolin e tij. Ai nuk ishte vetëm një organizator i madh, por është gjithashtu dhe njeriu që vendosi paqen mes Lek Dukagjinit edhe Skënderbeut. Lëvizja e fundit diplomatike ishte firmosja e një armëpushimi të shkurtër me Mehmet Pushtuesin. Kjo ishte paqja e parë deklaruar për Shqipërinë pas 18 vjetësh lufte të vazhdueshme. Skënderbeu nis për të mbështetur Ferdinandin dhe filloi luftën kundër armikut më të rrezikshëm të tij, princit të Tarantos, të quajtur Balsor Orsini.
Kjo është diçka shumë interesante, sepse kemi prova të korespondencës jo vetëm ndërmjet Ferdinandit dhe Skënderbeut, por edhe ndërmjet Balsor Orsinit dhe Skënderbeut. Kjo është një korespondencë shumë interesante, sepse Balsor Orsini aty përpiqej të binte Skënderbeun të mos luftonte për Ferdinandin dhe tregon qartë se ishte i trembur për Skënderbeut. Dhe ne e dim që trupat e Skënderbeut, stradiotët, mund të bënin shumë dëme. Ata dëmtuan rënd në tufat e dhenve, tufat e shumta të dhenve që kishin kullotat në jugun e Italisë. Në këtë periudhë ato ishin burimi i madh fitimi për mbretin dhe princat. Kur trupat e Skënderbeut erdhën, shkaktuan dëme të rënda dhe princi i Tarantos e dinte se kjo gjë do të godiste pozitën e tij financiare. Duke kujtuar bujarinë dhe ndihmën e Alfonsit të Pestë, Skënderbeu i përgjigjet liderit rebel, Orsini, me fjalët: "Jam mik i virtytit dhe jo i fatit." Mëtej ai shtoi se paraardhësi i tij i madh, Pirroja i Epirit, ka përseu Adriatikun dhe kujtoi romakëve cilësitë luftarake të popullit të tij. Skënderbeu nuk ishte i shkëputur nga idetë e rilindjes. Një prej gjërave interesante që duket në letrat e korespondencën e tij është mënyra se si ai e krahason veten me Pirron e Epirit, heroin e madh klasik. Si dhe faktin që ai e përmend këtë emër në një mënyrë që do ta bënte të ndërgjegjshëm një italian mbi këto trashëgimi klasike, na sugjeron se obori i Skënderbeut kishte përthithur disa prej ideve të rilindjes. Se ai nuk ishte një obor i izoluar ballkanik, por ishin gjithashtu të interesuar në kulturën latine dhe po përpiqeshin të përfshiheshin në zhvillime të mëdha intelektuale që po zhvilloheshin në Italinë e kësaj periudhe. Do me thënë që Skënderbeu nuk ishte thjesht personalitet i luftës. Skënderbeun ne mund ta quajmë atë një personalitet brenda aureolës së tij, që ngriti nivelin kulturor dhe atë të kombit, duke realizuar në ngritjen e plot të një vendi të lullëzuar në Europë. Më 25 gusht të vitit 1461, Skënderbeu arriti në Barleta me një forcë ushtarake prej 3000 kalorësish dhe arkëtarësh. Ai ndërpreu rrethimin e Barletës dhe e shliroi mbretin Ferdinand nga forcat rebele që e kishin rrethuar. Skënderbeu e sulmoi territorin armik dhe e shkatroi me zjarr dhe shpatë. Ai u detyrua ta ndihmonte Ferdinandin, për shkak të kodit shqiptar të nderit edhe besnikërisë, sipas të cilit ai detyroi babait Ferdinandit, Alfonsit, që e kishte ndihmuar kur kishte pasur nevojë. Për këtë arsye Ferdinandi do ta konsideronte pothuajse